Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Vëllezër të dashur, motra të nderuara, mirë se vini në episodin e radhës të El Fala Podcast, ku me mua është Hoxh Sinan Rushiti. Hoxh, selamu alaikum dhe mirë se të takuam përsëri. Wa alaikum salam wa rahmetullahi wa barakatuh. Vëllai gëzon, mirë se u takuam përsëri, u takofshim çdo herë në momente çaste të bukura të hajrit të tij. Inshallah, Hoxh, s'ki kalu? Wallahi mirë pak më duket po na sillet për rreth një virus, po hajr inshallah. Hajr inshallah pastrim para Ramazanit. Pastrim, po qof pastrim ya Rabb. Hajr inshallah. Hoxh, para se të fillojmë, kisha të pas dëshirë t'i përshëndesim, t'i falenderojmë sponsorët tanë, të gjithë vëllezërit motrat që kanë kontribu. Allahu i shpërbleft, Allahu i boft këtë mund kontribut sebeb për hyrjen xhenet, inshallah. Amin. E është oftë mirë dynja në ahiret. Amin inshallah. Hoxh, kësaj radhe kena me fol për një temë lidhur me sprovat. Se kohën e fundit shumë, jo vetëm muslimanët, po çdo lloj njeri sprova ka ekzistuar gjithë, po. Pjesë e jetës. Dhe ka ardhur një kohë ku njerëzit nuk po munden me arrit atë rrugdaljen nga sprova, domethënë nuk po arrimi përballu. Dhe kisha pas dëshirë ta elaborojmë në aspektin fetar se si duhet domethënë të qëndrojmë përballë sprovave. Shumë me vend me Allahu trujt, Allahu begatov, pra siç e cekëm se në sprovat kanë ekzistuar. Qysh prej kohës së njeriu të parë deri në kiamet. Allah e sprovoi Ademin me mbytjen e Abilit. Kabili e mbyti. Kjo sprovë për Ademin, njeriu e parë, për babën e njerëzis, e këtë gjithë janë sprovu, po atë që këtë cekit që me vërtet prandaj duhet të elaborohet, duhet të trajtohet dhe të shpjegohet mirë që në atë mënyrë pra me qëllim të ndihmohet njerëzve shpirtërisht se si ta përballojnë këtë, si të përballojnë ose si të ballafaqohen me sprovat. Është mirë se më parë njerëzit atë fuqinë shpirtërore, energjinë kanë pas shumë më të fortë, pra në brendinë e tyre kanë qenë shumë më të fortë, e thash jemi të pësuar shpirtërisht dhe po na duken se sprovat fatkeqësitë janë shumë të mëdha dhe sikur po kemi mundësi që të përballohemi domethënë me sprovat. Hoxh, çfarë janë sprovat? Pyetje mirë. Pra sprovat janë pjesë e pandar e pashmangshme se jetës së njeriut. Diçka që nuk ndahet nga jeta e njeriut. Jetojmë në dynja, mas jetojmë në dynja ka sprova. Sprova është smundtia, zullumi, humbje, vdekjen e të afërmi, pra gjithçka që e prak jetën e njeriut është sprovë. Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa la nabluwannakum bi shay'in min al-khawf", ne ju do të sprovojmë me frikë. والجوع me unti, me uri, ونقص من الأموال me humbit të pasurisë, والأنفس me jetën, والثمرات me fryte. Pra ne kina me ju sprovu juve, do t'ju sprovojmë. Mirë. Pra, me çka? Me gjëra të ndryshme që ka cekë Allahu subhanahu wa taala. Vdekja e vllatit është sprovë. Humbja e pasurisë është sprovë. Smundja është sprovë. Divorci është sprovë. Devijimi i vllatit është sprovë. Pra sprova të ndryshme të shkallave, nivove të ndryshme. Janë jetë e pandar, një gjë e pandar, më thënë, nga jeta e njeriut. Si që, pra, kuptojmë nga kjo jetë se sprovat janë plan, ose pjesë e planit hynor. Plani Allahut azza wa jall. Edhe sido Allahu subhanahu wa taala sprovat dhe përse i ke nuk ka, por jo domosdoshmërisht është ndëshkim. Okej, jo domosdoshmërisht është ndëshkim, por ajo mund të jetë edhe testim dhe pjesë e jetës toksore ose jetës së njeriu të cilën e jeton në këtë dynjë. Allahu shpëlbeft. Po nga njerëz sprovat munden me qenë edhe në atë aspektin sprova të mira, me thonë. Për shembull, Allahu ndonjëherë sprovon edhe me pasuri të madhe. Edhe jo sprov.
Edhe ajo është një që lloj njeriu, sprovë. po, që njeriu e don, ka qef, por ai nuk është i vetëdijshëm. Ndoshta ka njerëz që janë të vetëdijshëm, pa pikëdyshim se krejt kjo bollok, krejt kjo pasuri, krejt to të mira, një të kohë janë edhe sprovë, testim për imanin e tij. Pra tash Sinqeritetin po, e tij. sinqeriteti, imani, besimi i tij tash po testohet në mënyrën e menaxhimit të pasurisë, të mirave ose bollëqeve të cilat e ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Allah shpërbleft hoç. Bashkë me ty. Po pse Allahu i lejon sprovat? Allahu subhanahu wa taala në librin e tij famëlart përmend 3 shkaqe pse lejon sprovat, ose pse jep sprovat, ose pse i sprovon robërit e tij. Një, irtikabul ma'asi, për shkak të gjunaheve, për shkak të mëkateve, mëkatimi që robërit ja bëjnë Allah subhanahu wa taala. Atë çka e meritojmë, atë gjejmë për Allahut. Se Allahu subhanahu wa taala nuk bën zullum, nuk bën padrejtësi. Asa atome, asa grimca, nuk bën padrejtësi Allahu subhanahu wa taala. Allahu thot në Kur'an: "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir." Nuk ka që t'ju godit një të keqe, një musibet, një bela, një fatkeqësi, ajo mos tjetë nga ajo që kanë bërë durët tuja, ose atë që keni bërë me durët tuja. Atë që ke bërë, ja sot, kjo është rezultat. Po ju, unë e bëna, po mu kur qës më gjetë, ty kur qës të gjetë, e që që ke Vladin, vallaj s'po mbojmë punë me Vladin, po ka s'provu të Vladi, për shkak të gjuna e ti që ke bërë. Vallaj unë e bëna, ama unë mirë, ose si që hejnë njerëzit, kur në farë mënyre po duhen të ankohen dhe në atë aspekt si kur Allah u ka bërë atyre padrejtësisë që qaj po bon, po kur që së shtu e gjetë, asë shtu e gjetë si person, si individ, që që ka gjendjen familjare. Gjeneratet e para, të kafshet e kam pa rezultatin i gjunahit, mëkatimit që ke kam bo, bile edhe pas 40 viteve, një gjunah që kam bo pas 40 viteve, e kam pa pas taj atë si pasoj. Përderi sa Allahu nuk na fal gjunahe, nuk kërkojmë falje, nuk pendohemi, ne sharrin gjunahe do t'ja shohim. Kështu që një Allahu pse i lejon sprovat ose pse i sprovon robërit e tij? Gjunahet. Gjunahet. 2, ikhtibar. Testim. Allahu i teston njerëzit, i teston besimtarët. Hasib an-nasu yutraku wa yaqulu amanna hum la yaftunun. Çka thanë, çka mendojnë njerëzit? Mendojnë se ne do jemi besimtarë, ne besim në Allahun edhe mos të sprovojnë, o laqad fatanna alladhina min qablihim. Ne kena sprovuar ata që ishin para tyre. Njerëzit më të sprovojnë pejgamberët. Dhe më dashur tek Allahu pejgamberët. E pse? Kështu Allahu thotë që ta shohim kush është i sinqert e kush është gënjeshtar. Përmes sa Allahu është i gjithdijshëm, Allahu e din, por përmes provës ti dëshmon ti tregon robit vet se o robi nuk je i sinqert. Sepse nuk je durimtar, nuk tregoj durimtar, dhe gjithashtu po shpreh pak knatësinë tënde ndaj Zotit yt, ndaj atij që ka vullnetin, dëshirën e tij për robërit e vet. Dhe kur ti nuk kënaqesh me vullnetin, dëshirën e fuqiplotit kryesit të gjithçkait, ti e ke humb ke ranë test. Dhe 3, pse Allahu lejon sprovat, ose pse i sprovon robërit e tij? Allahu subhanahu wa taala i ngren në grada, për ngritje në gradë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza wa jall i sprovon besimtarët përmes provave u pastron gjunahet. U pastron gjunahet kur robërit durojnë janë durimtar dhe dinë se është vullneti i Allahut dhe i mirëpresin sprovat. E pastron përmes provave, e pastron që kur dale para Allahut në ahiret si një engjëll pas një mëkat. Kështu që robi kur sprovohet thotë alhamdulillah. Edhe sahabët janë kënaq kur Allah i ka sprovu dhe janë mërzit nëse kanë kaluar disa ditë pas provuar. Bashkëdeshta me ceket të fundit kur sahabët janë mërzit kur nuk janë sprovu. Po në këtë rast hoxhë kur e sheh që në jetën tonë nuk jetu sprovu, ndoshta nuk i shohim në sprovat, a duam me kërku sprovat në këtë rast? Dëgjoj, sa më e madhe që është sprova, aq më e madhe, aq më afër Zotit edhe je. Sprova sa më e madhe që është, dhe ti je besimtar. Dhe ti e mirëpret, je sabërli, durimtar. E din se e vjen për Allahut, ti je aq më afër Allahut. Pse? Po
njerëzit më të dashur ishin pejgamberët. Njerëzit më të mirë, këmbët e të cilëve hecën mbi rrugën toksur këtë dynja si njerëz më të mirë, më të pastër, shpirtërisht, fizikisht, pejgamber. Dhe njerëzit më të sprovuar, me më shumë sprova, pejgamberët. Ashaddu nasi bala'an al-anbiya, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Njerëzit më të sprovuar janë pejgamberët, pastaj ata që kanë ardhur pas tyre. E masi njerëzit më të mirë, më të dashur, më të pastër shpirtërisht e fizikisht kanë qenë më të sprovuar, atëherë edhe nëse ti si besimtar sprovohesh dhe sprova është e madhe, sa më e madhe sprova, aq më i madh shpërblimi dhe aq më afër Allahut. Për shkak të shpërblimit që e fiton. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në Sunet e Abu Davudit rahimahullah, idha habba Allahu 'abdan ibtala. Nëse Allahu e do robin e tij, e sprovon. Nëse ne nuk sprovohemi, çdo ditë po mëkatëm, çdo ditë keq po bëjmë, çdo ditë po dobësohemi, edhe me u gëzu kësaj, me qenë i rahat shpirtërisht, jo, do të me pas kujdes. Pse? Se Allahu thotë në Kur'an, për mizorët, njerëzit e këqij, njerëzit të cilët bëjnë keq, mëkatojnë Allahun, edhe nuk i gjejnë kur gjë, edhe njerëzit besimtarët në disa raste i lakmojnë këto njerëz. Thosh, e as beson, as mirë bon, miret me gjërat, më të fliqe, më të pista, me narkomani, më thave, thash, krejt, apo knash, lishëti, tërmate, poshe. Allahu për këtë njerëz thot, Allahu ata i len, se Allahu prej robërve ka që u aletson në rrugën për në xhenet, dhe ka prej tyre që u aletson rrugën për në xhenem. Kur robi është i keq, e don të keqen, dhe e ndron të keqen, Allah t'i aletson rrugën. Deri kur? Deri la yomi tashkhasu fihi al-absar, deri në ditën, momenti kur do t'i rrotullohen ati syt. Është momenti i vdekjes. Kur t'i rrotullohen ma syt. E lën Allahu. Allahu, nëse ty ta shton të keqen, dhe shef se po shtohet e keqa, dhe ty po të lehtësohet e keqa, dhe po të shumohet e keqa, dhe ti ke shumë kollaj ta bësh e keqen, valla i friksoju. Shumë të kesh frikë. Për çka se kjo është një alamet, një shenjë se Allahu po është të ta lehtësoj rrugën për në xhenem. A përderisa ti do të bësh keq, por çdo herë del një pengesë për ta bërë një të keqe, dhe dëshiron të bësh një të mirë, dhe çdo herë po të lehtësohet bërja e të mirës, falendro Allahun, se ty po të lehtësohet rruga për në xhenet. E këto gjëra nuk duhet t'i harrojmë. Dhe se shohim se dita ditës ne po na shtojnë të këqijat, po bëjmë keq, po kollaj e kemi për të bërë keq, dhe po adaptohemi me të keqen se do të friksohemi, do të pendohemi sa më shpejt. Pendohemi dhe të ndalemi. Kështu që nuk është mirë. Ne nuk e kërkojmë sprovën. Po edhe kjo në thelb është një lloj sprove, domethënë largimi nga mëshira e Allahut është një lloj sprove. Prej musibeteve më të mëdha me të cilat mund të goditet njeriu është që Allahu e largon për mëshirën e tij dhe e lën njeriu. Kjo e ka kryer dhe e lën, se Allahu e din se ai çka dëshiron, për çka mendon, çka don. Ai don të mirën, ai don të keqen, ai don xhenetin, ai don xhenemin. Allahu na fal. Amin, amin. Hoxhë, sprovat a janë ndëshkim dhe ne si rob të Allahut si mund ta shohim se këto sprova janë me të vërtet kanë ndëshkim tek ne? Jo, sprova nuk është dëshkim. Kjo vetë lidhet me pyetjen më parë, se nëse sprova do të ishte ndëshkim, kjo i bie se Allahu i ka ndëshku pejgamberët. Ejubi a.s. 13 vite me radh i smut, humbi gjithçka që kishte pos bashkëshortës së tij, edhe vladet edhe fëmijët i vdiqën, edhe pasurinë humbi. E pejgamberët të tjerë, e pejgamberi sallallahu, të gjithë u dëbuan, u torturuan, u rehen. Pse? Vetëm se i thirrshin njerëzit në shpëtim. Nëse themi se sprova është ndëshkim, atëherë Allahu ka ndëshkuar edhe pejgamberët. Po, sprova është dëshkim për pabesimtarët, për mizorët, për njerëzit e këqij. Për besimtarë, për njerëz të mirë, sprova është mëshirë, është rahmet. Pse është rahmet? Sepse Allahu dëshiron këtu në këtë dynja të pastron. Dëshiron këtë dynja të ta mundson që të qëndrohesh sa më afër tij dhe aq më shumë të afrohesh tek ai.
Dhe kur Allahu përmallohet për robin e tij, kur gjatë kohës zëri nuk ja ka dëgjuar, Allahu e sprovon që të dëgjon zanin, thot ja Rab, o Allah, se gjatë kohë ka nisë me haru Allahun, edhe Allahu subhanahu wa taala e sprovon me ja dëgju zanin. Sprova nuk është dëshkim, pra sikur të ishte dëshkim, atëherë do t'i konsideronim pejgamberët si më mëkatar. Pra nuk është dëshkim. Sprova mund të jetë tham test, pastrim, ngritje në grade, ose dhe mund të themi një paralajmërim për reflektim. Allahu shpërblet thotë. Bashkë me ty. Po pse disa sprovohen më shumë se të tjerët? Allahu e di kapacitetin e çdo kujt. Allahu e di kush është më i fortë me iman, me besim. A tha pejgamberi se njerëzit më të sprovuar pejgamberët, ne nuk sprovohemi më shumë se pejgamberët. Pse ata më të sprovuar? Sepse lishmëria e tyre ka qenë drejt drejt me Allahu subhanahu wa taala. Ata kanë pas një kontakt drejt drejt tokë e qiell. Ata kanë pas takim me engjëj, me melaçe. Ata kanë qenë në grada të larta. Kështu që ata kanë qenë më sprovuar sipas shkallës gradës së tyre. Edhe këtu, edhe tash, pra dikush mund sprovohet më shumë, dikush më pak. Po pse ky më pak? Sepse imanin e ka më dobët. Po pse ky më shumë? Sepse imani e ka më të fortë. Se Allahu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk i ngarkon një shpirt për të mundësive. Nuk ka diçka që sunë mba shpirtit i tij. Se nëse Allahu e sprovon robin e tij me një sprov që është më shumë se mundësia për ta përballuar, atëherë i bie Aisha wa kella Allahu na ruajt, i bie si kur Allahu po i bën zullum robin e tij. Pastaj është një gjë që është më rëndësishme të ceket. Sprova si sprov në esencë është e vogël gjahir. Është e vogël, nuk është e madhe. Por kur imani është i dobët, duket e madhe. Sprova duket shumë e madhe. Ama kur imani është i fortë, sprova palesa me kanë e madhe, palesa të jetë e madhe, duket e vogël. Kështu që Allahu nuk e ngarkon askënd një shpirt për te mundësive të tij. Çdo sprov është në përputhje me forcën e mbrëmshme të personit të njeriut. Pra, tash dallimi i sprovave një njeriu nga tjetri, kjo është urtësia hyjnore, kjo është urtësia Allahut subhanahu wa taala, edhe që robi nuk ka të drejtë ta pyes Allahun pse. La yus'al amma yaf'al. Allahu nuk pyetet pse e bën. Por Allahu është ai i cili i pyet robërit e tij pse e bot. Sepse Allahu është i gjithurti, Alimul Hakim, ai është i gjithdijshëm dhe ai është i urti. Dhe ai din pse e bën. E din, ndoshta robi është gjyq shumë në mëkat, e don të pastron. Don ta kthen. Nuk don të dënohet të dëshkohet. Ndoshta për shkak të rritjes forcimit imanit atij. Po beso ti sa njerëz pas janë sprovuar në uzu. Sa njerëz mas janë sprovuar në uzu. Sa njerëz në burg janë uzu. Sa njerëz në spital kur kanë shku kanë dërgjë janë uzu. Sa njerëz kur i ka godit një bela një fatkeqësi janë uzu. Pra ajo sprovu është si ilaçi. Si barnat të cilat ne i konsumojmë. Janë tithta. E merr ilaçin, është idhët, s'pëdume, po ama e marrim, e konsumojmë, e përdorim. Pse? E sepse e kemi atë bindje se në vete përban ilaç, shërim. Edhe sprova kështu është për robin. Ajo është e rëndë, por një të kohë është ilaç për shpirtat tanë, sepse po pastrohen zemrat tona dhe po aq më shumë afrohemi dhe kthehemi tek Allahu subhanahu wa taala. Allah shpërblet thotë. Po shpesh dëgjoj njerëz që i tregojnë sprovat. Kjo a lejohet në aspektin fetar ti tregojmë sprovat tona? Nëse ne u tregojmë njerëzve çka kemi, me çka jemi sprovu, kjo konsiderohet ankesë, po u ankohemi krijesave jo krijuesit. Ajo që mu më ka godit, duhet të ankohem kujt? Krijues. Allahut. S'ka që të ankohem ty. Ajo që ty ta tregoj sprovë me të jem sprovuar, kjo tregon se më ka rëndu edhe kam nevojë edhe du ta shprehi Allahut. Wa Ayyubu idh nada rabba, mas 13 vite Ayyubi e thiri Zotin e tij.
nuk u tha njerëzve, nuk ju ankua as kujt. Ne, Allahu duhet t'ju ankohemi. Se qëllimi i sprovës është kjo. Qëllimi i sprovës është që ti drejtohesh Allahut edhe të kërkosh për Allahut. O me ju gjibul mutarra idha da. Kush është ai që i përgjigjet një nevojtarit kur ai e thirr Zotin e tij? Kush është ai? Ai është Allahu. Pra, ne kur kemi nevojë, s'ka në nevoja të cilat sun na ndihmojnë neve krijesat, po na ndihmon krijuesi. Masi ti s'u më ndihmosh, pse unë duhet të ta tregoj ty? Pse duhet të shpalos provat e mia? Kush nuk është i sprovuar? A ka dikush që nuk ka sprov? Gjithkënë. Nëse si sprovon pasuri, mund të sprovosh në dinë, në fe, mund të sprovosh në familje, mund të sprovosh në shëndet. Çdo mal ka peshën e vet. Peshën e vet. Allah është problem të që. Bashkë me ty. Po si duhet të reagojmë ndaj sprovave? Reagojmë me durim, me sabër, sepse sabri nuk është dorëzim. Masi sprovohemi dhe durojmë, do të thotë pajtohem me vullnetin e Allahut dhe e përballoj këtë si sprov, nuk dorëzohem, por kam një qëndrueshmëri me besim. Dhe se Allahu masi thot do t'ju sprovojmë neve juve me humbje të pasurisë, me frikë, me frytash, me jetë. Më çka thot më në fund? Wa bashiri sabirin. Edhe përgëzoj jepu haber të mirë durimtarëve. Kush janë ata? Çfarë haberi mirë? Alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ata të cilët kur i godet në musibet, në fatkeqësi, thonë te Allahu të jemi dhe te Ai do të kthehemi. Kështu që sabri, lutje, dua. Sepse Allahu na provon që ti lutemi dhe prej tij të kërkojmë që të na largon të keqen, sprovën, fatkeqësinë. E dinë atë rastin që e cek pejgamberi sa kur 3 persona ishin në udhtim dhe u futen me një shpellë që të pushojnë dhe ra një gur i madh që azu dalin, pra nuk kishin më mundësi që të dalin. Dhe as drita as kurgje vetëm me mundësi që të dalin për aty vetëm ti ankohen Allahut, ti drejtojnë Allahut, duke përdorur një vepër të mirë që e kanë bërë ata. Gjatë jetës së tyre ta përmendin atë dhe se atë e kanë bërë me plot sinqeritet për Allah. Pra një vepër që askush se ka ditë e kanë bërë për Allah dhe atë kanë cek. Edhe Allah subhanahu wa taala e dini hadithin, kështu u mundson që të dalin prej asaj shpellë, duke larguar gurin me lutjet të cilat e kanë bërë Allahut, se s'kan pas çajre tjetër. Pra, Allah na provon që ti lutemi dhe të kërkojmë prej tij që të na nxjerrë për kësaj situate dhe të ndryshon gjendjen tonë të cilën jemi për moment. Dhe shpresa. Shpresa se Allah na provon. Po mas vështirësisë vjen lehtësimi. Mas natës vjen dita. Atëherë nuk futet me një vrim vështirësia e mos ta pason edhe lehtësimi. Ti jemi të bindur. Kështu që Allah të provon, duron, shpërblehesh, ti pastron gjinat, të ngren në grada, do shpërblehesh me xhenet, ti shton të mirët e ti. Për durimin shpërblehesh, do të vijë lehtësimi, nuk ka çajre, nuk ka zgjidhje. Po nëse nuk durove, sprova për ty konsiderohet dënim, sepse nuk pajtohesh me vullnetin e Allahut. Nëse Allahu të sprovon dhe nuk e pranon këtë, domethënë nëse ti nuk bën sabër, nuk duron, do të thotë se ti nuk je i kënaqur me vullnetin e Zotit tënd. E nëse ti nuk je i kënaqur me vullnetin e Zotit tënd, automatikisht kjo ma për ty konsiderohet dënim e jo sprovë për pastrim dhe mëshirë. Pra, sabër, dua, shpresë, sepse Allahu subhanahu wa taala për çdo errësirë ka sjell dritë ose ka dritën e saj. Lutë Allahu subhanahu wa taala që këto mesazhe, këto fjalë do të jenë të rëndësishme inshallah dhe do të shpërbletoj. Po siç e cekë në fillim, domethënë janë 3 lloje sprovave. Në din, në pasuri dhe në familje, në fëmijë. Kemi sprova të ndryshme. Po cila nga këto sprovash din, në fe. Nuk ka i zonlem sprov më të madhe se ndin në fe. Kur qohish, se të kalëzit drejt me nevojët shumë të ndryshme që i ka njerëzit dhe kur vinë kur na vizitojnë, ankohen, kina ketë, kina problem, djali s'pongon, kemi shumë shamata, këtë, qatë, probleme psishike, mendore, depresion, krejti si ke probleme, vërtet probleme, o zotë runa. Okay?
edhe me njerë pyetja që vion që ua parashtroj është a falni namaz? Thuajnë besojmë në Allah, besojmë, e dumi Allah, besojmë në Allah. Kështu ama nuk falemi. E u them, a besoni se sprova më e madhe që u ka goditur juve është mos falni namazin. Dhe se kjo sprov krahas tyre gjithë çka i cekat është shumë e madhe. Andaj kuptojeni se belaja më e madhe që u ka goditur për moment është lënia e ibadetit, adhurimit që e kanë konsideruar sahabët gjunahi më e madh pas mosbesimit. Ktheuni rrugës të Allahut, gjëra tjera krejt zgjidhen, rregullohen. Po përderisa e ke pkut lidhje me Allahun, ti do të kesh shumë probleme. Sprova vëlla më e madhe që mund të godisë një njeri në jetën e tij është sprova në fe. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Prej lutjeve që ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Zoti ynë, mos na sprovon fen tonë. Allahu shpërblet ftoç. Bashkë me ti vëllai staj. Pasi që kemi rrit në fund, kisha dashur ta përmbledhësh këtë temë me një mesazh të bukur, domethënë për gjithë sprovuarit dhe si të dalim domethënë nga sprova, si të përballojmë sprovat. Vëllai, siç thamë të gjithë jemi të sprovuar, edhe ne edhe të gjithë vëllezërit tamë të cilët do të dëgjojnë këtë emision. Të gjithë kemi sprova, por mesazhi përmbyllës për këtë podcast është kështu. Jeta është provim. Jo shpërblim përfundimtar. Këtu sprovohemi. Shpërblim përfundimtar është në botë tjetër. Në këtë botë nuk ka drejtësi absolute. Nëse ti i drejt tjetri nuk është. Ai që nuk është i drejt bon zullum. Kështu që drejtësia absolute është në ditën kur do të ringjallemi para Allahut dhe kur do të vendohen veprat në peshore. Edhe ku aty Allah do thote, kujt i takon tash mbretëria? A ka tash gjyq? A ka këtu gjyqtar? A ka këtu mbretër? A ka këtu ministra? Krejt me kokët lëvarur dhe poshtë kru kush nuk do të flasë. Dhe Allah do të hapë vetë përgjigjen. Këtë dynja ka pa drejtësi dhe nuk ka drejtësi nga të gjithë. Drejtësia plot është në botë tjetër. Sprova si sprov formon karakterin, thellon besimin dhe mon njeriu më të vetëdijshëm. Dhe i ndihmon në rritjen e vetdijes së tij. Sepse për çka? Çfarë vetdije? Se njeriu është i varur nga Allahu. Kjo është qëllimi i sprovës. Se o ti njeri, mos harro Zotin tënd. Mos harro Allahun kudo që të jesh. Mos harro se ti çdo herë ke nevojë për Allahun. Një sprov, një bela e vogël me të kap syti çon me njëherë për pjetë në qiell, ngran. Pse e din se ka dikush që vetëm mund të ndihmon dhe as kush tjetër s'u të ndihmon. Sa herë më sprovu, ha vëllai çka ke? Hajde inshallah, po. A mund të ndihmoj? Jo, vallai po sa Allahit as kush s'u ndihmon. Nuk ka. Edhe një diçka që njeriu ndoshta do të thotë të ofron një ndihmë, po përsëri nuk do të arrin. Pra, sprova është një mundësi për ta mbajtur robi lidhjen mes tij dhe Zotit të tij dhe ta kupton se Allahu të do. Allahu të do, prandaj edhe të sprovon. Allahu dëshiron që me mëkatet të tij pastron. Allahu dëshiron që të ngrenë në grada të larta dhe se sprova për ty është rahmet dhe dije se mas se sprova ka shumë gjëra të mira që ti nuk i di vetëm Allahut. Pas çdo sprove fshihen shumë gjëra të mira, por i shohim pastaj. Ama nëse durojmë. Të kemi shumë kujdes që errësira e sprovës mos na i mbyllë dhe sytë e zemrës dhe pastaj ta hupim bereqetin i atyre të mirave që Allah i ka përgatitur për ne që fshihen pas kësaj sprove. Allah është përbleft, hoq. Bashkë me ty, vëlla. Hoq, shumë faleminderit për këto fjalit bukura. Gjithashtu, vëlla. Shpresoj që të takojmë herave tjera. Allah na mundsoft. Hoq, selam aleikum. Miru takoshim. Selam aleikum. Rahmatullahi wa barakatuh.